Kur je përpara një situate, kur je përpara një momenti që duket momenti i vështirë, ti nuk e din ku janë zgjidhjet e Allahu xhaleshanu. Ti nuk e din se ku janë rrugëzgjidhjet edhe lehtësimet që jep Allahu xhaleshanu. Sa herë na ka ndodhur ne që krijohen situata dhe themi nuk ka më dalje nga kjo situatë, veç kur e nxjerr Allahu xhaleshanu mësaj duas, lutjes, veprave të mira, sadekas që ke bë, për kushtimit që ke pas, Allahu xhaleshanu ta hapi rrugë që ti se kishe menuar. I qofshim fal Zotit xhaleshanu. Prandaj ne gjithmonë themi, qofshim nën përkujdesin e Allahu xhaleshanu. Qofshim nën përkujdesin e Zotit xhaleshanu, le ta dirigjojë jetën tonë, le ta çojë atje ku është më e mira për ne, e ku ka më mirë sa me ta drejtuar jetën Allahu xhaleshanu. E po të la Zoti Allahu na ruaj xhaleshanu. Po të la Allahu xhaleshanu, mendojmë se bëjmë zgjidhjet e zgjuta dhe të sinqerta dhe të bukura, por se subhanallahu si herë zgjidhjet tona nuk mund të jenë si zgjidhjet e të madhit Zot që na jep ai. Allahu xhaleshanu për besimtarët që tha fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadli lam yamsasuhum su wa tabi'u ridwan Allah. E ata thot kaluan, dolën nga kjo situatë, nuk i kaploi asnjë e keqe, nuk i preku as fijen e flokut asnjë e keqe me gjithë situatën që u kriju, që menduan se po marrin fund dhe ky ishte fundi. Dhe ato fituan mirësinë e Allahu xhaleshanu. Fituan kënaqësinë e Allahu xhaleshanu. E Allahu ka mirësi plot, dhul fadlil azim, ka mirësi plot dhe mirësi shumë të madhe.